Gjirokastra u shpall qytet muze në vitin 1961 nga regjimi komunist. Diktatori asaj kohe, Enver Hoxha, vendlindja e të cilit ishte Gjirokastra, vijon të jetë një figurë e rëndësishme historike, e cila përdoret edhe sot për turizëm. Gjirokastra ime, fjala mjal të këngës, ku beguri fleto moj, me juhën e zëmrës, me juhën e zëmrës, me juhën e xhamit. Gjirokastra ime moj, kurore vatanit. Në këtë dhomë Enver Hoxha erdhi në jetë dhe jetoi vetëm 8 vite, pasi në vitin 1916 kjo godin u dogj aksidentalisht, ndërkohë që tani më njihet si shtëpia e Enverit dhe muzeu etnografik. Kurore vatanit, larë me flori, Zoti vete gëndimoj këtë mrekulli, që të jeshe para, Zoti vetë zgjovi. Ndërsa Sokaku i të marrëve, një rrugë e vjetër po aq sa vetë Gjirokastra, që lidhte shtëpinë e Enverit me shtëpinë e Ismail Kadares, ku për frymën e regjimit komunist për shkrimtarin ishte deri diku e pashpjegueshme se si emri i rrugës nuk u prek, por qëndroi unik dhe për të marrët deri në fund. Sot me sërin tim, mridhe mira zëra, po pe Gjirokastra, i ke thënë të tërna. Çdo udhëtari që e shikonte për herë të parë, qyteti zgjonte dëshirën për të bërë një krahasim, por menjëherë pasi udhëtari binte në Grack, qyteti e flakte krahasimin, sepse ky ishte një qytet që nuk ngjante me asgjë. Kështu e përshkruan Ismail Kadare vendlindjen e tij në librin Kronik në Gur. Dhe nuk mund të largohesh nga Gjirokastra pa vizituar shtëpinë e tij mbi 220 vjeçare. Dhe pikërisht këtu në këtë qoshe në dritare ka nisur të shkruaj në moshën 11 vjeçare. Nuk ka Shqipëria, as bota e tërë, o pike floririt, mi malin e gjërë, sot me sërin tim, mridhe mira zëra, Një tjetër pikë e fortë e Gjirokastrës është ruajtja e identitetit, ku dallohet më së shumti qafa e pazarit, me godinat karakteristike 2 dhe 3 katëshe prej guri dhe kornizat e dritareve prej druri. Ruajtja e arkitekturës të stilit otoman ka bërë që Gjirokastra të jetë që prej vitit 2005 pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Gjirokastra ime, fjala mjal të këngës, ku beguri fleto moj, me juhën e zëmrës. Shtëpitë e gjirokastritëve, si dhe i gjithë qyteti, i kanë lënë përshtypje mbreslënse artistit anglez Edward Lear gjatë udhëtimit të tij në Gjirokastër në vitin 1848.
Zona trekëndore me shtëpi vezulluese, e cila nga larg duket si një piramidë banesash mbështetur pas faqes së malit. Kur afrohesh, ndahet në 3 pjesë. Kreshta qendrore dhe më e larta, e shkëputur nga mali prind, kurorëzohet me tiparin më mbreslënës të këtij vendi. Një kështjellje vjetër dhe e rënuar që zë gjithë majën e malit dhe që ngrihet krenare, edhe ashtu e rënuar mbi shtëpitë vasale të shpërndara nën të, thot Lirë. Ndërkohë që emri Kalas nuk ka një shpjegim të vetëm. Disa e lidhin me historinë e shtetërrethimit turk, kur princesha Argjiro u hodh nga muret e Kalas për të mos rënë në duart e armikut. Disa të tjerë thonë se emrin e ka marrë nga fjala greke argjent, apo nga historia e jetesës së një fisi të vjetër pranë Gjirokastrës që quheshin Argjirët. Në vitet 800, mendohet se u krijuan 7 puse të lidhura me ujësjellsin e Alipash Tepelenës, duke qenë se shtëpitë gjirokastrite nuk kishin ujë të pishëm, por këto thesare nuk janë zbuluar të gjitha ditët e sotme, vetëm 2 prej tyre, ku më i veçanti është ai brenda një dyqani suveniresh. Dinim që ishte një pus, po nuk e dinim vendin se ku ishte. Është pothuajse 400 vjeçar dhe besohet se është ndërtuar para pazarit. Dim që është 17 metra dhe 7 dhe në 8 metrave ndryshon niveli ujit dhe është një ujë që vjen gjithkohës, është ujë pastër. Nuk është i vetmi, është gjetur dhe një tjetër tani që u bë restaurimi i xhamisë, është pak më i vogël se ky. Unë mendoj se duhet një studim se mund të ketë edhe të tjerë. Thonë që ka edhe të tjerë, por si punë këtij thuheshe, po nuk dihesh. Me dorën që nuk ta lëshon, Gjirokastra të thot mirupafshim, e ti do t'i premtosh që do të rikthehesh sërish dhe sërish.